ka përmend 3 tokë fjalësha interesant: bashkëpunim në mirëbesim, konsultim konstruktiv dhe konsenzus apo kompromis. Me fjalë tjera, provojeni një herë konsenzusin, nëse s'keni konsenzus, atëherë bëjeni kompromisin. Dhe kjo të bëhet me bashkëpunim mirëbesim dhe me konsultim konstruktiv. Ne e bëm edhe konsultimin konstruktiv, e bëm edhe bashkëpunimin mirëbesim, por u pa që konsenzus nuk ka, ndërkaq sa i përket kompromisit ne kemi lëvizur. Unë kam ofruar 2 opsione kompromisi në emër të lëvizjes vendimore. Kompromisi ynë i parë ishte ai që e ka thënë edhe kandidatja jone propozuar për kryetare të kuvendit Albulina Haxhiu, e cila tha që në rast të votimit të fshehtë, nëse ajo nuk i merr së paku 61 vota, tërhiqet nga kandidatura. Këtë e ka bërë një anshëm, po unë e respektoj si qëndrim personal i saj. Ajo nuk dëshiron që të votohet 2 herë për të me votim të fshehtë. Me votim të fshehtë për Albulina Haxhiu do të votohet vetëm një herë. Kompromisi i dytë, që po ashtu u shpreh sot si opsion, ishte që le ta bëjmë një marrëveshje politike lidhur me nenin 66, lidhur me nenin 67 kushtetutës, e që është marrëveshje në paketë për kryetarin dhe për nënkryetaret, dhe më pastaj, nëse nuk e duan kurrqysh votimin e fshehtë, le t'i delegojnë përfaqësues të tyre në këtë komisionin për votim të fshehtë, të cilët mund të argëzojnë me votë. Sepse procesi ka ngelur gjysmë. I bën këto 2 kompromise me ta, të cilat u refuzuan.